Përshëndetje miq të dashur të emisionit të njëjtë por të gjithë të barabartë. Sot jemi në Fushë Kosovë, përkatësisht në Atrobar në Fushë Kosovë. Sot para neve kemi një mysafir. Se kush është ai dhe çka bën ai, na tregon ai vetë. Është Luan Çabra nga Mitrovica. Mirë se na erdhi Luan. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Na trego pak kush është Luan Çabra. Luan Çabra është prej Mitrovicës, i lindur në vitin 1961. Shkollën fillore dhe të mesmen e kom kryer në Mitrovicë. Në shkollë të naltë e kom nisë në Pej, edhe kom përfundu. Kështu që kom punu një kohë në qendër studentëve në Mitrovicë në organizatën Lux, masanej në kanë largu prej punës si zakonisht. Kom fillu 1994 si vullnetar në shoqatën e paraplegjikëve dhe paralizës fëmijëve të kaq të quajtur handikos. Si vullnetar deri vitin 2010, masanej me aktivitete sportive, mos edhe vetë kom qenë sportist një kohë gjatë. Kom fillu me aktivitete sportive me njerëz me aftësi të kufizuara. Si nisi rrugtimi juaj në vitin 1994 në shoqatën e paraplegjikëve dhe paralizës fëmijëve sot handikos? Po thjesht atëherë ishim po punë isha diçka në për treg që me mbjetu. Edhe vjen vllau në kom mjek për ndryshe, ai ka qenë iniciatori i themelimit të shoqatës të paraplegjikëve dhe paralizës fëmijëve atëherë tash handikos në Mitrovicë. Kur isha ato letra, unë thama moj më kyç edhe unë si vullnetar aty me punu. Ko fillojmë punën si vullnetar në identifikimin e njerëzve me aftësi të kufizuar në Mitrovicë. Gjithsesi jo vetëm Mitrovicë, po nëpër edhe komunat Skenderaj, Vushtrej, ku ishin zyret e tyre, po bashkëpunojshim ato zyre në Mitrovicë, kryesisht evidentojshim nëpër teren. Ma shumë puna nëpër teren, deri në luftë edhe me shpërndarje të ndihmave që veshin aty. Kështu që aty e kom fillu punën me aftësinë e kufizuar. Jom njoft, faktikisht jom njoft me aftësinë e kufizuar në fillim, e masanej do fillu pak ma shumë në mënyrën e jetesës të njerëzve me aftësi të kufizuar dhe qarkullimit e hapave tjera. Çfarë përvoje fituat gjatë 16 viteve të punës suaj në handikos? Po, është një përvojë e madhe që t'japin me mendu njerëz me aftësi të kufizuar, t'japin me mendu se çysh duhet me jetu. Çysh duhet me jetu edhe një njeri që nuk ka, unë e them thojza që nuk ka aftësi të kufizuar, megjithëse janë një inkurajim për punën të cilën e bën njeri vetë kështu. T'japin një shtytje më të madhe që ata me mujt, që une me mujt migroh punës, kështu shqip me fol, migroh punës ma tepër, kur une ma një shambull në Mitrovicë, atëherë shambull e kina pas Merita Vocën, njerën tash, që ajo t'ka e vullnet për me jetu dhe për me jetës për me punu. Përvoja ma e madhe është që tek njerëzit me aftësi të kufizuar për një kohë, s'po them shumë të shkurt, për një 5 vjeçar, e kom vrejt që nuk janë aftësia e kufizuar, nuk është pengesë, po është pengesë diçka tjetër krejt, çka i pengon personat me aftësi të kufizuar. Cila i pengon më shumë? Po ka pengesa arkitektonike, janë pengesat arkitektonike, janë pengesat njerëzore, paragjykimi njerëzve se çka mundën e çka s'mundën me bo, ose një lloj mënyre që ato njerëz me aftësi të kufizuar hala në disa vende e këshyrin si gjuna, jo si njeri që mundet me kontribu në shumë fusha, në sport, në art, në artin mendo, muzikë, në poezi. Ato janë pengesat e para, cilat janë pengesat në familje edhe pengesat arkitektonike, cilat ende ballafaqohen njerëz me aftësi të kufizuar sot e kësaj dite.
cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që keni përjetuar gjatë punës me personat me aftësi të kufizuar? Sfidat kanë qenë më të mëdha kur në fillim nuk kemi pas qasje nëpër objekte të banesave, nuk ka pas ashensor, nuk ka pas eliminim të barierave arkitektonike, nuk ka pas transport adekuat për persona me aftësi të kufizume, s'ka pas thuja kur gjatë për afërt që ka të bëj me aftësi të kufizume. Sfida më e madhe ka qenë me eduku në sferën e eliminimit që aty në barierave, që thash prej fillimit familje, po duhet familja mas pari me eduku që personi me aftësi të kufizume nuk është barë, nuk është penges, po është një shtytje për familjen që edhe ma shumë me punu për njerëz me aftësi të kufizume. Me lobu tash po flas mas luftës Kosovë, me lobu nëpër institucione për eliminimin e barierave arkitektonike, me investu të njerëz me aftësi të kufizume, se thjesht ai nuk është një investim i kohët, nuk është investim i kohët, po është investim i cili ngjall ma shumë mobilitet të njerëz me aftësi të kufizume. Pas përfundimit të punës në Hendikos, si erdhi angazhimi juaj për projektin në OEQ së mundësia? Po, mundësia ka qenë, është organizatë jo qeveritare mundësia, cila ka punu në shumë dimenzione, një dimenzion ka qenë edhe trashëgimia kulturore, po më interesoj ke ma shumë aty me punu, kom punu një kohë prej 2 vjetëve aty në mundësi, sa janë në për objektet të trashëgimisë kulturore, sa janë eliminu barierat arkitektonike, që ato trashëgimi me vizitu edhe njerëz me aftësi të kufizume. Që kemi pas kuadrët që ati projekte, të bojmë edhe një projekt tjetër eliminimi barierave në arkitektonike në për objekte të trashëgimisë kulturore, ku e dim që në kalon e Prizrenit s'kanë mujtë me vizitu, ndoshta me vjetë njerëz me aftësi të kufizume, qysh do këtë kaloja Prizrenit, ose kanë qenë sahat kulla e Prizrenit, kanë mujtë vetëm hymje me hyjo, me vizitu, manajt me pas një ashensor. Ka objektet ndryshme në për muzeume, që ajo ka qenë puna kryesore që kom punu edhe në një mundësi për me lobu në anën tjetër për eliminim e barierave arkitektonike në për objektet trashëgimisë kulturore. Ose veç edhe i kumë për këtë që saj damije trashëgimin kulturore në për Kosovë. Çfarë mësimesh marrët nga puna juaj në kompaninë BNS Europë? Po që në BNS Europë e kom punu një vjetë. BNS Europë e kom punu një vjetë si koordinator regional për emërtimin e rrugëve, që mora një mësim të mirë aty, që mundën mësimin e orientimit të njerëzve në për komuna emërtimi i rrugëve, qysh bëhet emërtimi i rrugëve, qysh bëhet në për komisionet, qysh danë ato pak një përvojë më e madhe edhe një mbështetje pak më e madhe financiare o konë, kur kom fillu me ndërtu shtëpi. Kështu që ma tepër në BNS nuk ja kom pa hajrin ma shumë aty. Kom su që to sende. Orientimin e rrugëve, emërtimi i rrugëve, dhe që duhet me jep lejet e ndërtimit në për komuna e në për ato objekte tjera. Si lindi dëshira për të marrë nësë parasport? Dëshira për parasport ka qenë fillimi i punës në Hendikos pas 5 viteve, kom pa thash e ceka ma herët që njerëz me aftësi të kufizume. Nuk janë njerëz me aftësi të kufizume që janë vetëm për më këshyrë, po ata mundën edhe me u aktivizune për sporte kanë aftësi të ndryshme sportive. Kemi fillu basketbolin me karoca, edhe kemi përfundu me shumë sporte tjera. Kështu që vetë kom qenë sportist, të thash një kohë gjatë,
edhe më kanë ndjek sporti ma shumë në për me ju ofru njerëzve me aftësitë kufizume. Si lindi dëshira për të marrë në para sport? A ke që Jo për basketbol. Çfarë ka ndryshuar në jetën tuaj falë basketbollit në karroca? Po thjesht basketbolli me karroca më ka mësu qysh me punu në punë kolektive, qysh me menaxhu situatën në punë kolektive, edhe si duhet vepru gjatë ndeshjeve kur janë ma të komplikume në kohë. Përveç basketbollit, jeni marrë edhe me peshkim sportiv dhe boqe, i cili prej këtyre sporteve ju ka vënë më shumë kënaqësi dhe pse? Se cili sport e ka kënaqësinë e vete dhe përderisa basketbolli në karroca t'jep energji më shumë, peshkimi sportiv është një relaksim dhe qetësues dhe pak më tepër është shoqërues, ndërsa te boqa që kam ka shty më shumë është si loja në BC3, lojë të cilën mundën me lujt jo të gjithë personat me aftësitë kufizume, po që i kanë damtu me 4 ekstremitetet edhe mundën me lujt në mënyrë perfide, po duhet edhe aty me dallu një pjesë që duhet t'jenë edhe inteligent, që boqa është individuale, se cilit mirë po ka edhe ekipore aty, ma pak ka ekipore edhe qifte, po individuale është loja ma e mirë të boqës. Kështu që aty duhet me konë preciziteti, logjika, duhet me mendu pak ma tepër, edhe që ajo është për mu pak ma interesant, po konë boqa, se cili sport e ka të vetën, ndjesinë e vetë sportive. Si e vlerësoni zhvillimin e sportit për personat me aftësi të kufizuar në Kosovë dhe çfarë duhet të përmirësohet ato? Po, të shkojmë prej fundit, për mu përmirësu duhet infrastruktura në për objekte përkatëse që janë, edhe fillimi i ndërtimit të objekteve përkatëse sportive për personat me aftësi të kufizuar. Gjithse tash fillojnë shumë sporte, atëherë duhet ketë edhe objekte të përshtatshme për sportet me aftësi të kufizuar, për para sportet, më falni shprehje. Para sportista duhet ketë boll, kushtet do të ofrohen, duhet me ofru kushtet për adaptimin e objekteve, kështu që me pas vend ku me ushtru, ku me shku, duhet me pas edhe pajisjet mjaftueshme, cilat për organizata, për klube sportive, parasportive, janë të pa përballueshme, ndërsa për qeveri e për komuna janë të përballueshme. E ka ndihmu në herë një kush? Po, në ndihmon Ministria e Kulturë e Sport, me një shumë, po jo për pajisje, po për aktivitete. Qajo shumë, po qajo shumë të cakton aktivitetin, cilën aktivitet ki me majtë sa ka me kushtu. Kam qenë edhe në pjesë... Po që ato do është me thonë që ke qenë edhe ti pjesë e BC3-shit atëherë. Dhe mirë i shkonë mu këthuj në BC3-sh me gjithë një asistent. Po që shtu transport edhe mu më ka... Transport, jo. Edhe pjesa që tha që ka duhet me siguru transport e Ministria, që me pos klubet sportive, transportin për gara. Kombëtare, po edhe ndërkombëtare. Bacilian, na kemi ardhur në pyetjen e fundit, po që kemi shtu të diçka, më nësh me folë shtirë. Pyetja e fundit është çfarë mesazhi do t'ju japeni të rinjve me aftësi të kufizuara që hezitojnë të punojnë të merren me sport ose të ndjekin ëndra të tjera. Po është, ndoshta kishme qenë për mu një mesazh i thjesht, po me thonë se nëse fillon mu marrë me sport, personi me aftësi të kufizuar do të gjej veten edhe në sfera tjera tjetës. Do të ketë ma lehtë për me lobu, për mu punësu dikun, për me kry një shkollë,
edhe për mi ndjek ëndrat e vetës se nuk është kur gjë nuk është e zorshme nëse mendon diçka me bo. Është shembull, ka shumë shembull, një për shembujve jeti këtu me këto emisione dhe me këngë që i bën, që i ndjek ëndrat tua ato që ke pas qef ma herët me bo. Sigurisht se po të mungon edhe sporti, po transporti është bariera jote më e madhe për sport adekuat, transporti adekuat, se transport tjerët mundu me gjetë, po nuk është transport adekuat. Vitin 2010 kanë më majtë Lojnat mesdhetare. Boqa nuk është aty. nuk është. Jo, Boqa është në lojnat paralimpike 2028 në Los Angeles. Shpresojmë që të kemi edhe pretendoj sportist prej Kosovës. Me ato folë ma shumë me kryetarën e Komitetit Paralimpik të Kosovës, zonjën Njom Zajmini. Nëse të vjenë mësë aty. Këna me pas shumë shpejt në emisionin. Unë edhe një mesazh timin kështu personal, Edhe një mesazh. personal kështu timin qeverisë, shtetit, institucioneve. Investoni në jetën më të mirë të personave me aftësitë kufizume që të mund ata të realizojnë ëndrat e tyre, se nuk është investim i kohët, po është investim në dignitet. Pra mishtë të dashur, ndalë nga dalë erdhën edhe emisionit fundit për këtë muaj. Ne me shpresë se jeni do të kënaqur. I falenderojmë të gjithë ata, falenderojmë Kosova po për mundësinë që u ka dhënë në bëj këtë emision. Faleminderit edhe Mitrovica që e transmeton çdo herë pa kurrë nxitimi. Faleminderit edhe Ad dhe edhe Nolin në Amerikë që transmetojnë këtë emision. Faleminderit edhe Atrobar që është të shihemi hera tjera.